Çka pengon akuariumin, pengon edhe lumin. Dhe çka pengon në shtëpi, pengon edhe në rrugë janë dy motët e projekteve të shoqatës 17 shkurti nga Zvicra, të cilat i realizuan në fshatin Dobërçan duke pastruar shtratin e lumit, duke vënë kontejner në çdo cep të fshatit. Ne si rinjt të fshatit edhe diasporës, po këtu na kanë ndihmuar shumë, kena pastruar fshatin edhe lumin. Por pasi është bërë shoqata 17 shkurti, kena marrë domon çdo vit organizojmë pastrimin e fshatit. E kemi edhe një mirëmbajtës të fshatit, i cili e mirëmban fshatin rrugën kryesore, tash kena filluar edhe gjithë fshatin. Nuk janë vetëm këto projektet e kësaj shoqate, me vetë iniciativa ta njëkohësisht e kanë realizuar projektin tjetër duke i dhuruar kopshtit të fshatit një shat të madh, një lojë që e kultivojnë banorët e këtij fshati. Dhe ideja ishte që moti ka qenë edhe një fsha shumë më herët këtu në fshatin tonë, po me mjete pak më dopta, me kvalitet pak më dopt, kurse tash është një fsha me të vërtet si në perëndim dhe më pëlqen shumë. Kjo shoqat ka menduar edhe për plesht e fshatit Dobërçan, që sadopak tua lehtësoj pleqërinë me nga një dhuratë simbolike. Kryeplaku i fshatit Dobërçan Zymer Sadiku 97 vjeçar e çmon punën e bërë nga Gron Zahiri e Avni Kastrati e do t'jenë antar të shoqatës 17 shkurti nga Zvicra. Shoqata ka punu bon mirë. Cili është mesazhi, çka ju kishte thonë ti? Po shoqata mirë që li punu edhe çka dhe. Ka shumë projekte të cilat kjo shoqat pret i realizojë në këtë fshat, por gjithnjë antarët e kryesisë mbesin me shpresë që do të vazhdojë edhe më tutje për kraja e mërgjimtarve, të cilët deri sot kanë derdhur para në fondin e shoqatës 17 shkurti. Reportazhin e realizuar nga Dobërçani do të transmetohet në emisionin e së shtunës Randevu.